Vezë të bardha apo vezë kafe, zbuloni dallimet dhe cilat janë më të mira për ju. Përpara se të filloj me këtë video, dëshiroj t'ju tregoj një anekdotë të shkurtër lidhur me vezën. Siç e dini, Kristofor Kolombi 1451-1506 bëri zbulimin e kontinentit të Amerikës. Me këtë ai solli shumë ndryshime në botën shkencore për idenë e formimit të botës. Shpreha e vezës së Kolombit i referohet një historie popullore se si Kolombi, kur i thanë se zbulimi i Amerikës nuk ishte ndonjë arritje e madhe, ai i sfidoi kritikët të bënin një vezë të qëndronte në këmbë. Ato nuk arritën ta bënin. Atëherë ai ra duke thyer fundin e vezës. Kështu që veza qëndroi në këmbë. "Oh, po këtë ne e dinim", i thanë ata. "Kur e dinit pse nuk e bët?" "Kështu është dhe zbulimi im", ja ktheu Kolombi. Vezët janë një nga ushqimet më të zakonshme dhe më të domosdoshme në kuzhinat e gjithë botës. I përdorim në mëngjes, drekë apo darkë, madje edhe në ëmbëlsira. Janë të shijshme, të lehta për të përgatitur dhe mbi të gjitha një burim i shkëlqyer proteinash dhe lëndësh ushqyese. Por shpesh kur ndodhemi në dyqan, përballemi me një pyetje të thjeshtë por të zakonshme. Të zgjedh vezë të bardhë apo vezë kafe? A ka ndonjë dallim midis tyre? Sot do të zbulojmë së bashku këtë. Le të hyjmë më thellë në temë. Ngjyra e lëvozhgës. Dallimi i parë dhe më i dukshëm është sigurisht ngjyra e lëvozhgës. Vezët e bardha vijnë nga pula me pupla të bardha, ndërsa vezët kafe vijnë nga pula me pupla kafe ose të kuqërremta. Por ngjyra e vezës është gjithashtu rezultat i gjenetikës, nuk ka të bëjë me vlerat ushqyese apo cilësinë e vezës. Vlerat ushqyese. Këtu vjen një nga mitet më të zakonshme. Shumë njerëz mendojnë se vezët kafe janë më të shëndetshme, por e vërteta është që vezët e bardha dhe ato kafe kanë pothuajse të njëjtën përbërje ushqyese. Të dyja përmbajnë sasi të ngjashme proteinash, yndyrnash, vitaminash dhe mineralesh. Ato që ndikojnë më shumë në cilësinë e vezës nuk është ngjyra, por ushqimi dhe mirëqenia e pulës që ka prodhuar. Pra, një pulë që rritet në kushte të mira që ushqehet shëndetshëm do të japë vezë më të mira, pavarësisht nëse janë të bardha apo kafe. Trashësia e lëvozhgës. Një ndryshim i vogël por interesant është trashësia e lëvozhgës. Vezët kafe zakonisht kanë një lëvozhg pak më të trashë. Pse ndodh kjo? Pulat që prodhojnë vezë kafe zakonisht janë më të mëdha dhe kërkojnë më shumë kalcium për të prodhuar lëvozhgën. Kjo mund t'i bëjë vezët kafe pak më rezistente ndaj thyrjes. Por në praktikë ky ndryshim është i vogël dhe nuk ndikon shumë në përgatitjen apo në shijen. Çmimi në treg. Vezët kafe zakonisht kushtojnë më shumë, jo sepse janë më të mira, por sepse prodhimi i tyre është më i kushtueshëm. Pulat që i prodhojnë konsumojnë më shumë ushqim, janë më të mëdha dhe kanë nevoja të larta. Kjo kosto shtesë reflektohet në çmim. Por kjo nuk do të thotë që vezët kafe janë më të shëndetshme apo cilësore. Cilat vezë duhet të zgjedhësh? Pra, cila është më e mira për ty? E vërteta është zgjedhje personale, çështje preference. Disa i preferojnë vezët kafe sepse duken më natyrale, të tjerë zgjedhin vezët e bardha për çmimin e ulët. Por në fund të ditës, më rëndësishme është të zgjedhësh vezë nga pula të rritura në kushte të mira, si ato të fermave organike ose bio. Nëse ble në dyqan, shiko për etiketën organik ose free range apo ferm lokale. Ato tregojnë më shumë për cilësinë e vezës sesa ngjyra e saj. Vezët janë të fuqishme, të thjeshta dhe të domosdoshme si ushqim në çdo kuzhinë. Dhe tani që e dini dallimin mes vezëve të bardha dhe atyre kafe, mund të bësh një zgjedhje më të informuar dhe më të kujdesshëm për shëndetin tënd. Ngjyra nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se si është rritur pula që ka bërë atë vezë. Një nga pyetjet më shqetësuese dhe praktike është se si ta kuptojmë nëse veza është e freskët apo jo. Le të shohim disa mënyra. Testi i ujit. Mënyra më e njohur. Vendos vezën në një gotë ujë ose në një enë me ujë të ftohtë. Nëse bie në fund dhe qëndron shtrirë anash, është shumë e freskët.
Nëse bie në frum, por ngrihet pak vertikalisht, është ende e mirë, por jo shumë e freskët. Nëse qëndron lart ose në tonë sipërfaqe, është e vjetër dhe nuk duhet konsumuar. Pse ndodh kjo? Me kalimin e kohës, vezës i rritet hapësira e ajrit brenda, duke e bërë më të lehtë dhe më të mundshme që të qëndrojë lart. Metoda e dytë, era pas thyerjes. Thyej vezën në një pjatë ose tas të veçantë. Nëse ka erë të keqe ose të fortë, është prishur. Nëse nuk ka aromë fare, është në rregull. Gjithmonë thyeni vezën në një enë veç dhe jo direkt në ushqim, për të shmangur prishjen e gjithë përgatitjes nëse del e keqe. Mënyra e tretë, pamje vizuale. Shiko të verdhën dhe të bardhën e vezës pas thyerjes. E freskët, e verdha është e rrumbullakët dhe qëndron lart. E bardha është kompakte dhe rrethon mirë të verdhën. Jo e freskët, e verdha është e sheshtë dhe përhapet, e bardha është shumë e rrjedhshme dhe e holluar. 4. Kontrollo datën në amballazh. Nëse merrni në dyqan, shumica e vezëve kanë të shënuar datën e paketimit dhe datën e skadencës ose përdorimi para datës. Por mbaj mend, edhe nëse ka kaluar pak nga data, nëse kalon testin e ujit dhe nuk ka erë, mund të jetë ende e përdorshme. Për të qenë i sigurt që po përdor një vezë të freskët, testo në ujë, shiko datën, shiko ngjyrën dhe formën pas thyerjes. Nuhat për aromë të keqe. Po ju, si kontrolloni vezët për freski në shtëpi? Preferoni vezët e bardha apo kafe dhe pse? Na tregoni në komente. Nëse e gjetët të dobishme këtë video, jepi një like dhe ndajni me miqtë tuaj. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë këshilla të shëndetshme dhe praktike. Ju falenderoj për kohën tuaj dhe ju uroj vazhdim të bukur të ditës.